Në kuadër të festave të nëntorit, Bashkia Lushnjë organizoi aktivitetin Një kafe me gjyshin, një traditë tashmë e njohur për përfshirjen e moshave të treta në jetën sociale dhe kulturore të qytetit. Në kujdesin e kryebashkiakes Eriselda Sefa, ambientet e lokalit të pensionistëve u zbukuruan kuqezi, ndërsa u shfaq filmi Nëntori i dytë për të sjellë emocione dhe kujtime nga historia jonë kombëtare. Risia e këtij viti ishte organizimi një mini panairi me gatime dhe ëmbëlsira tradicionale, përgatitur nga vetë gjyshet lushnjare, që sollën shijet e hershme të kuzhinës shqiptare në 2 stenda festive. Pjesë e këtij aktiviteti tepër të veçantë ishte kryebashkiakja Sefa, e cila në fjalën e saj theksoi se Bashkia Lushnjë do të vijojë të mbështesë moshat e treta me projekte dhe hapësira të dedikuara, duke i konsideruar ata si një pasuri të çmuar. Përshëndetje të gjithëve, është shumë kënaqësi në fakt të bashkohem me ju sa herë që ju festoni dhe patjetër që kënaqësia më e madhe është ky ambient, të cilin ne kemi quajtur Një kafe me gjyshin, vazhdon të frekuentohet nga ju gjyshërit tanë dhe patjetër kjo gjë na lumturon pa mas. Patjetër që dua t'ju uroj edhe gëzuar festën e flamurit dhe festën e çlirimit, sepse dhe ju gjatë jetës tuaj keni kontribuar në breza të tërë, duke na edukuar dhe duke na mësuar se si ne duhet ta duam vendin tonë. Dhe një herë shumë faleminderit, shumë kënaqësi dhe patjetër që gjithmonë do të vi me shumë kënaqësi për të festuar, por edhe për të bashkëbiseduar me ju.